Nga sot, banorët e disa fshatrave të Dushkajës do ta kenë më të lehtë qasjen në qytetin e Gjakovës, pasi që u rregullua ura që lidh fshatrat e kësaj zone me qytetin. Kjo është bërë mundur nga komuna e Gjakovës. Është një urë jashtëzakonisht e nevojshme, për arsye se gravitojnë fshatrat e dy bashkive lokale, domethënë diku rreth 15 fshatra. Prandaj, si po shifit edhe sot, këtu është bërë një punë jashtëzakonisht e mirë, ku jemi të kënaqur edhe ne si drejtori, po edhe banorët e këtushëm janë të kënaqur me punën që po kryen. Kosta e rregullimit është 3.500 euro dhe banorët e këtyre anëve thonë se kjo punë vërtet ju ka lehtësuar jetën pasi që sipas tyre ju ishte vështirësuar qarkullimi. Rregullimi i kësaj rrugë zgjidh problemin e qytetarëve që kalimin që i lidh edhe dy regione, lidh regionin e Dushkajës dhe Rrekës e Mirë. Pas asaj na lidh me qytetin. Arsye e veçantë është se fëmia kalojnë këtu dhe shkojnë në shkollë në qytet. Dhe për këtë arsye ne e kemi bërë një kërkesë më herët te drejtoria e emergjencës, pikërisht te drejtori Muça, dhe sot si shpeshini u bë realizimi i kësaj ure për punimin e kësaj ure. Kemi pas shumë probleme me kaluar në anën e Osekit dhe Trakanisit, për arsye se nuk mundeshin me kalu kerrat. Ashtu ka qenë probleme edhe për komsorët edhe për nxënësa. Kështu që jom krenar, mbasi komunia ka marrë këtë iniciativë, falenderoj komunën së pari, falenderoj drejtorin Muça. Për ndryshe nga tash do të lehtësohet edhe qarkullimi në rrugën magjistrale Gjakov-Prishtinë, gjithsesi pjesa e rrugës në Lugbunar dhe Qerim.